shqiptare. Ajo është në gjuhë zvistrane, Schweizerdeutsch, por aty e keni pa në serial, dhe me thonë, unë jam vjen nga Kosova dhe prezentoj dhe me në shqiptarin, aty është flamuri kombëtar, është flamuri Kosovës, prezenton identiteti shqiptar. Ja, kemi dhe veshje du po. Po, edhe ky serial, dhe me thonë, para një jave, shteti Zvistran, apo televizioni SRF, e ka prezentuar... Kjo është televizioni publik, apo jo, mos gaboj vetat, po. Kjo është televizioni nacional Zvistran, e cila është hera e parë në histori që një shqiptar merr pjesë në një serial të tillë, dhe seriali jon Teverberi për fat të mirë u prezantua në festivalin prestigjioz botëror në London, Rose d'Or, dhe është në nominim me 6 prodhime të tjera, dhe kjo është një fat edhe një sen shumë i madh për neve si komunitet artistik, dhe kjo do të ndodh me 1 dhjetor, do shkoj mas 2 dite në festivalin prestigjioz dhe jemi të nominuar, kjo është diçka shumë e madhe. Vedat, si e morët vesh lajmin? Më trego pak, momenti që ju njoftun. Dhe kur ju njoftua që jeni nominim? Ta them të drejtën, Zvicra që 3 vitet e fundit ka aplikuar me prodhimet e veta zvistrane, por nuk është pranuar. U desh dora e shqiptarit, u desh dora e shqiptarit me vënë atë dorën shqiptarit që si ku do në Zvicër, vedat, ta themi edhe në futbol, pa djem tanë shqiptarit nuk do të bëjnë ata. Kjo është shekulli një shqiptarve, edhe me të vërtet e meritojmë sepse pas gjitha saj rezistence dhe sakrifice duke fillu prej stërgjyshve, ma në fund erdhi ora e shqiptarve dhe gjithë në përbot kemi shpërthyar dhe jemi bërë shumë profesionist edhe është koha jonë. Okej, pra kishe 3 vjetë që aplikonte nuk u pranua, por më tregoj pak momente kur thirrën telefona, nuk e di si të erdhi njoftime dhe a besove apo jo? Ta them të drejtën, më therën dhe më thanë që kemi me marrë pjesë në festival prestigjioz Rose d'Or, mu do pak... Ja, këto janë dhe pamje djes, edhe të gjatë festivalin ndër vite, po. Po, mu do pak si hajgare. Tani fillova me pytë, tregom drejta, është e vërtet apo jo, tha po, jemi të pranum, tha është diçka ma shumë, tha jemi edhe të nominuar, edhe unë po i thëmë, mos kena fitu e nuk po e di. Printa se kemi ko. Thash, okej, e shpresoj edhe kemi me fitu. Dhe vedat, tash dhe unë e di që pa dyshim ne gjithë bëjmë tifo për ju, por tani duhet më përgjigje si artist. Besoj ke parë edhe filmat e tjerë. Sa e vështirë është konkurenca tani? Tu t'jemi pak realistë? Me thonë të drejtën, kër e kam po komisionin, se ky festival Rose d'Or është të gjithë bota televizive, aplikon, konkuron me filmat të shkurt, me seria, me TV shows, me komedi, me radio, me çdo prodhim televiziv. Kër e kam po komisionin, të përbërë prej 120 antarëve të cilët janë në komision, edhe ne do të thotë jemi në nominim, është një punë dhe Zotit faleminderit që sakrifica po na shpërblehet, se nuk do të thotë sot vetëm teknologjia, por do të thotë brumi. Na shqiptarët kemi brum, kemi aftësi që mundna me ushty me botën, si që kemi nga sporti, nga muzika, mos i përmeni gjithë emrat, sot shqiptarët janë në botë dhe prezentojnë kombit shqiptar me dignitet dhe me profesionalizëm të lartë. Por, filmat që janë, keni përballë vetat nga janë, ato që janë nominuar në kategorinë tuaj, pra nga cila shtete vinë? Dhe këshe, tani si me syrin tënë prej artisti, këshe kundërshtarin më të fort. Vetat lutem nëse mund të rish pak më në qendër, sepse lëviz pak fytyra. Okej, perfekt. Po, se na shqiptarët e kena prej shpejt. Këshe realisht si kundërshtarin më të fort? Ta them të drejtën, kër e kam marrë vesh që jemi në nominim, nuk kam shumë informacione për prodhimet e tjera. Ato që janë në foto, ato janë. Ka nga lloj vendi të botës, po konkurenca në anën e komedisë ma merr mendja që jemi shumë të fuqishëm. Super, kjo na duhet ne. Ndërkohë, çfarë po përgatit Vedat Bajrami për të ardhmen? Përveç këtij projekti, çfarë kam plan Vedati vet? Ka shumë plane, njerë jam i orientuar në televizionin shtetëror zvicran me këtë serial, i cili do të vazhdojnë pas vitit të ri. Do vazhdoj, kënë gjëruar seri tjera? Do vazhdoj, do me thonë edhe ma fuqishëm në televizionin shtetëror zvicran,
plane kam shumë të shumë se çka po mundja me mri, inshallah kem shëndet, se kam shumë me ba, po nuk po më mizan të gjitha. E kuptoj. Nëse ta vendosi Vedat këtë produksion, padyshim ti je bërë figura e njohur me stupcat në Shqipëri, kështu që je padyshim Ermi Rodë është i lidhur pandashmërisht. Por unë jam aktori i parë nga Kosova që kam luajtur në televizion Top Channel. Po, në Portokalli. Po, kam pas shumë mik të ndjerin Dritan Hoxha të madhin i cili e realizoi një televizion mbar shqiptar, dhe aty janë kujtimet e para në televizionin Top Channel në Portokalli. Dua të shfrytëzoj rastin të përshëndes gjithë aktorët, aty kam filluar, do të thonë, kontaktet e para të jemi me Shqipërinë, se unë mendoj si artist, populli, arti, kultura e kena bashku shumë. Okej, Vedat, këtu dua ndalem pak. A është bërë sa duhet për këto bashkëpunime me shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Kosovës? Pra, produksionet përbashkëta, nuk e di, koncerte, festivalet përbashkëta, shfaqjet përbashkëta. Po, e kjo. Ta them të drejtën, çdo gjë që është bërë në mes Kosovës dhe Shqipërisë është bërë me iniciativë private, me njerëz që ja dojnë të mirën Kosovës dhe Shqipërisë. Dhe këto e kemi bashku na para shumë viteve, mes vete, dhe më thonë, nuk kemi, dhe më thonë, amuri, ne jemi vëllezër, jemi një kom, jemi një qëndrim, jemi të integruar në mes vete, por politika nuk e ka bërë këto ende. E kuptoj. Le ta shfrytëzojmë këtë moment për bërë një apel, Vedat, për me qemi në atmosferë feste flamuri që na përbashkon gjithë, le ta shfrytëzojmë këtë për të bërë apel që të bëhet akoma më shumë në këtë drejtim. Unë kisha pas qef që mos të është festa vetëm njerë në vit. Festa shqiptarit do t'jetë në zemër çdo ditë. Ata e kanë populli, e kanë shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës. Gati çdo ditë, çdo javë jemi në çdo kosovar ka lënë kufirën andej për të pirë një kafe, për të hangër një drek, dhe ato e kemi na si popull, edhe si komunitet artistik, edhe për muzikë, edhe për arte, edhe për gjitha fushat. Por politika si duke çdo vit atyre aplauzin, por harron ditë tjera. Vedat, atëherë edhe një herë, në datë 1 dhjetor, të gjithë ne kryqëzojmë gishtat, jemi të gjithë sy e vesh në London, çfarë ore fillon shfaqja e festivalit, që të jemi gjithë të sintonizuar dhe për të parë? Me siguri do të jetë në mbrëmje, nuk kam informacion të saktë, do të shkoj, do t'u thoj me datë 30 nëntor. Sa po të jem atje ku me t'informu, edhe në rrjetet sociale. Vedat. Edhe është televizioni i parë shqiptar, Euronews, i cili më thret direkt për këtë lidhje. Është padyshim e vlerësoj shumë, padyshim, po gjërat e bukura padyshim duhet kenë hapësirë kudo, kështu që jam i lumtur që të kam në emision sot. Vedat, padyshim mbi gjitha. Unë gjithashtu jam i lumtur se kam shumë kujtime në Tiranë, edhe aty kam fillu edhe kam karierë kohë gjatë madhe. Dhe unë një këshill, mos e lë pas dore karierën në Shqipëri, padyshim karierës në Zvicër, okej, ka më shumë benefite ndoshta financiare, por në zemër për zotin, jo, ma shumë ka të na shqiptarët. Pra, Vedat Bajrami, shumë faleminderit. Nëse ke një fjalë fundit për gjithë shqiptarët, për ta mbyllim me urim ashtu siç e nisëm, do doja shumë ta lija ty ekranin, se ti je njëri i ekranit dhe mund ta bësh ti mbylljen më së miri. Nuk ka më të bukur se fjalia Gjershfishtës, po e citoj, mallkuet qof një i birë shqiptarit që këtë gjuhë të Perëndis, trashëgim që na lë i pari, trashëgim si alena i fëmisë. Kaq, nuk po them as i fjalë. Vedat Bajrami, shumë faleminderit. Shumë kënaqësi, të uroj shumë suksese dhe në datë 2 unë po ta bëj ftesën live. Jemi prapë në intervistë bashkë sepse do ta fitoni çmimin, kështu që e ke ftesën sot, që sot për datë 2 dhjetor. Shumë suksese. Faleminderit shumë, urime gjithë shqiptarëve kudo që janë në botë. Urime, faleminderit shumë. Faleminderit shumë Vedat Bajrami. Okej, dashuriq, nuk kishim si ta mbyllim më bukur se me vargjet që interpretoi Vedat Bajrami. Është ajo, do me thënë, e kësaj feste. Këto ishin zhvillime që kishim zgjedhur për sot. Për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Mos u largoni, pas pak vjen kolegja Ujeza Doshlani, bashkë ushqimi sërish të hënën. Deri atëherë, kalofshi një fundjavë sa më të bukur.